A i do fëmit ëmbra, do të flasit të ruri vajzës me mëri. Ka 10 fëmi, 3 vajza, 7 djem. Ka shqyrë fëmijët e mi, i ka zëvendësuar me fëmijët e saj. Por kur i ka zëvendësuar, i tha Jezuit, unë të dua shumë, i ndrove të vdiqja. Dhe i mbajti mirë në vilat e mia. Këtë bëri ëmbra, vrau fëmijët e mi. Neslihan ka 15 fëmi, vrau fëmijët e mi, 15 fëmijë. Në një shtet tjetër, që e dindi që ishin fëmijët e Jezuit. Fëmijët e tyre nuk janë fëmijët e Jezuit. Mos të harroj. I vrau fëmijët e mi, çoi fëmijët e vet, si fëmijët e Jezuit, me pamjen e tyre. Dhe i tha, i hoqe fëmijët e mi të vdiqja. Jezu i vrau përsëri fëmijët e vet, dhe jetoi i lumtur me fëmijët e saj. Josefina ka 30 fëmijë. Shkoi në vendin ku unë kisha 30 fëmijë. I hoqi 30 fëmijë dhe vuri 30 fëmijët e saj, që nuk kanë lidhje me Jezuin. Jezu i vrau fëmijët e saj, e tij, sepse ishin lidhjet me Jezuin, kurvat e Jezuit. Dhe ka mbajtur fëmijët e Neslihanit. Fëmijët e tij janë vrarë. Nuk janë rrugëve, kanë vdekur. Leta ka 50 fëmijë. I ktheu fëmijët e saj si fëmijët e mi. I çoi pikërisht në vendin ku i kisha, ishin para i rëson. I vrau të 50 fëmijët e mi. I ktheu si fëmijët e Jezuit. Dhe i tha Jezuit, mi hoqe të vdiqja, se janë fëmijët e tu. Duri ka 70 fëmijë. Shkoi pikërisht aty ku kishim lënë 70 fëmijët tonë. Para i rëson. I mori i vrau dhe vuri fëmijët e tij si fëmijët e mi. Dhe i tha Jezuit, i hoqe të vdiqja, se janë fëmijët e tu. S'ka gjë, fëmijët e mi të paktën u shplodhën, nëse kam vdekur. Nëse kam vdekur, janë shplodhur. Jezu është kriminali i atë, Evgeni kriminali, Allahu kriminali gjyshi, dhe Infiniti kriminali. Era që është bërë gruaja e Infinitit. Është debilja e durit. Më vjen keq flutra, që s'është fëmia yt. Alketa thot, vëlloti thot që ngjan me letën. Pra ajo se pranoj. Alketa mendon se është vajza jote. Është e vërtet që ka qenë. Është këngëtare. Debilja e Infinitit. Skizofrenia. Vriste. 2 miliard femra në vit. Por është shpëtoi me ty. Ishte vajzë e mrekullueshme. A i kthyen prapë siç ishte, shumë shpejt, me trurin e saj, të dikushëm. A e kuptove sa e rëndësishme ishte të kthehet zerë mush? Flutra jam e bindur që ishte mjeke. Jo kriminale. Ndoshta mund të zhvillohej kriminaliteti, por nuk kam dëgjuar gjë. Jezu vazhdo vrojë të gruan, fëmijët i ke vrarë, vazhdo se je zgjuar, do tregoj sa debil je, sa i trash. Iko kafshë në pyll. S'ke logjik për asgjë. Tjetër. Josefinën e tham, Neslihanën e tham, Ambrën e tham. Alkida. Alkida ka 3 fëmijë. I ndroi me fëmijët e Jezuit, aty ku pa pak, 3, 4. O e vriste të 4-in o s'ka. I tha mbaj këto fëmijët, janë të tut. I vrau të 4 fëmijët e Jezuit. Ai e dashuroi pafund 50 vite. Dashuroi pafund Alkidën që i vrau fëmijët Jezuit. Dashuroi Neslihanin që i vrau fëmijët Jezuit. Dashuroi Ambrën që i vrau fëmijët Jezuit, sepse morën pjesë në kompromis duke vrarë Alketa, Mukën dhe të Jemen. E Jema dhe fëmijët janë vrarë pikërisht para 50 vitesh. Alketa vëlloti, që është memoria e Alketa Mukës, i kërkoi fëmijët e saj dhe doli në konkluzione që i ka vrarë
I kanë vrarë fëmijët e Alketës dhe janë të tyre, dhe Gjoja kanë vdekur të letës. Aple, ka 70 fëmijë. Shkoi në vendin ku e kishte 70 fëmijë Alketa. O i vriste o s'ka i zëvendësoj. Dhe i tha, i vrave të vdiqja. Janë të tutë. Mua mi vran. U argëtua më shumë se të tjerët, sepse tha mua mi vran. I vran Jezuit dhe 70 fëmijë të tjerë, që janë të Aples. A i kanë deputetët fëmijët? Jo, do jenë si Alketa Muka.